Një tjetër interviste e rëndësishme sot nga ato që na kanë ndjekur së fundmi, kur histori personale, jetë njerëzore, i kemi ndarë bashk. Në kuadër të aktualitetit, dikush ka folur për Marsin e tij, dikush ka folur për eksperiencën e tij një, dikush ka folur për frikrat e tij, dikush ka folur për të kaluarën e tij. Sot dikush do të flasë për punën e tij. Do ta bëjmë këtë me një zotëri i cili do të flasë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është zoti Leo Çani. Mirë se keni ardhur në Shqip. Mirë dita. Mirë dita këtu jetë mirë. Aty është ditë, këtu është mbrëmje. Ju ku jetoni, në çfarë shteti? Unë jetoj këtu në afër Washington. Shteti është Northern Virginia, po është në Washington. Sepse Washingtoni vetë hyn në Northern Virginia. Për shembull edhe Pentagoni nuk është pjesë e Washingtonit, por është pjesë e Northern Virginias. Sa vjet keni ju atje? Sa vjet keni atje? Tash unë këtu në Amerikë kam marrë në 92-93 besoj. Po kam lëvizur edhe kam qenë këtu, kam një 10-15 vjet në këtë zonë këtu. Ju shikoj juve nga mbas keni, kur u hap plani, pash bufen, pash pianon mbas jush edhe librat. Ju në fakt, ne nuk do flasim për muzikën sot, megjithatë, edhe pse ju jeni pianist edhe jeni një nxënës si Lola Gjokës. Ashtu, unë kam qenë nxënës si Lola Gjokës që kur hap liceu artistik, besoj në vitin 1945, edhe liceu artistik ishte vetëm me 3 ditë mas dreke. Nuk ishte në mëngjes. Atëherë u fillua liceu artistik. Ishin në piano, ishin Lola Gjoka dhe Tonin Guraziu profesor, në violinë ishte me siguri kujtoj unë Sofokli Paparisto dhe edhe Narashi ishte bile. Unë kam qenë bashkë nxënës me Nikola Zoraqi. Nikola Zoraqi ka qenë nxënës në violinë. Po unë pak ndojta pastaj, sepse jeta më solli ndryshe, mbase do të kem raste unë e bëja muzikën si diletante, nuk vazhdova më për shkollë. Shkaku që sepse kur isha unë për të mësuar për muzikë, s'kishte shkollë muzike në Shqipëri. Po si vazhdoj? Nikola Zoraqi vazhdoj, ju e latë? Po, unë e latë sepse unë u martova shumë shpejt. Kjo më pengoi dhe unë nuk duhet të shkoja jashtë të mësoja, se s'kishte konservator në Shqipëri, nuk kishte shkollë. Liceu artistik ishte vetëm 3 ditë dhe pastaj u kthye më vonë, po unë mund të shkoja fare mirë jashtë, po nuk shkova vetë. Edhe për fat atë maturën kur mbaruam ne dolën shumë bursa për jashtë shtetit. Pastaj kisha fatin e mirë se kisha 2 vëllezër jashtë shtetit, 3 vëllezër jashtë shtetit, dhe unë shkoja fare kollaj në atë kohë. Do me thënë ju i përkistit asaj kategorie të njerëzve të cilët ishin të përndjekur në shoqërinë shqiptare, sepse kishit familjen jashtë? Jo. Ishin përkundas, ishin të përkrau. Vllai im ka qenë doli partizan që 3-14 vjeç dhe ne u burgosëm për këtë shkak. U burgos tërë familja. Që në vitin 1941-42. U burgos familja nga italianët? Komplet familja. Atëherë ishin italianët dhe ishte questura në Gjirokastër, ishte koha kur Italia kapitulloi dhe erdhi Gjermania. Ne kisha ratisur vllai im i madh që shkoi partizan, edhe neve na burgosën të tërë familjen, komplet baban, nënën, mua dhe 2 vëllezër të tjerë. Sa vjeç ishit ju atëherë? Po unë besoj isha një 7 vjeç. 7 vjeç dhe ju çuan në burgun e Gjirokastrës? Po në burgun, në ato burgun e të mërshëm të Gjirokastrës, dhe unë isha me nënën dhe me vllain tim në burgun e Grave, se ne ishim të vegjël. Vllai që 13 vjeç, 14 vjeç, më duket tjetri, e qua në burgun e burrave. E kujtoj fare mirë atë burg të mërshëm që na hidhin bukën nga sipër sa që errësirë. Kishim bile më fal, kishim një kovë në fund atje si ishte një gjë e çuditshme e tmerrshme. Nuk ndojtëm shumë kohë neve, sepse atë shukje kohë atje mua bile që isha i vogël, më morën policët, më quan të shikoja baban, se baban e lam vetëm në shtëpi, ishte shumë i smur. Ishte shumë i smur edhe e ushqente lagje, e mbante lagje. Do me thënë ju e keni kaluar luftën e dytë botërore, e keni njohur luftën e dytë botërore. Kam kaluar luftën e dytë botërore dhe jam të merrohem tash kur dëgjoj se çfarë po bën ai Putini, kupton. Të merrohem sepse i kam dëgjuar aeroplanet, kam dëgjuar bombardimet, kam dëgjuar, jemi futur në përguva aty në Gjirokastër për fënstrehinë si kishim
në Shpella, aty ke shtëpia unë poshtë kishte një dy shpella, ishte e tmerrshme. Kam parë partizan që luftonin aty vetë me sytë e mi. Vetë me sytë. Mes cilëve dhe vllai tim i vogël, ai i treti që uaratiz dhe ai në buru. Kështu që e dini çfarë është lufta? E dim çfarë është lufta dhe është e tmerrshme, u çuditem si është e mundur sot të ndodhi kjo punë në këtë kohë. Dhe kjo ndodh vetëm sepse si shqipt duke të eksperjenca ndodh sepse kush ri shumë në pushtet do të degenerojë. Kush ri shumë pushtet po e përsërit do të degenerojë. Putini u bë 20 vjet i ri, patjetër që do të ka degeneruar. Patjetër ka degeneruar. Pse ka bërë demokracia si rregull në vende demokratike? Kush bën një turn, dy turne në udhëheqjen, kështu ka bërë Reagani, Clintoni, Bush e tërë, populli mund t'i donte, po ata s'pun të hyjnë më në Kongres, është e pamundur të hyjnë. Ky Putini ndëri të rjetën atje. Keni frikë nga lufta? Keni frikë nga fakti që kjo mund të jetë lufta e tretë botërore? Apo ju mendoni që tani i keni parë gjitha dhe nuk do shikoni këtë luftë? Shpresoj më shumë sepse dëshiroj më shumë. Edhe nuk jam një specialist në këto punë të politikës së luftës, por shpresoj që bota do të përpiqet të bëjë diçka më shumë. Do përpiqet të bëjë diçka më shumë. Duhet të ndalet Putini sepse të thash sot pash që janë vrarë 300 fëmijë, si ishte mundur. Sot janë vrarë në radhë duke bler bukë në Kiev. Si ishte mundur të ndodhi sot kjo punë. Ju nuk jeni specialist në punët e luftës, po jeni specialist në punët e tensionit të lartë. Prandaj edhe ne do e bëjmë këtë intervistë. Për fat të mirë apo për fat të keq, se do të them se fat të keq, i vetmi specialist që kam titull shkencor për linjat e tensionit të lartë. Prandaj do e bëjmë këtë intervistë sepse jemi në një kohë kur ndryshe nga periudha e gjatë që kemi folur për globalizmin, ne po flasim për sovranitetin, po flasim për pavarësinë e bukës në vend, e energjisë, po flasim për kushtëzimin me energjinë, për çmimet e tjera. Kështu që në këtë moment, fati im që shumë prej jush që keni shërbyer këtij vendi në mënyrë të jashtëzakonshme, më telefononi dhe më tregoni që doni të ndajmë bashkë në Shqip mesazhe për Shqipërinë që keni njohur dhe keni ndërtuar. Kështu që faleminderit. Fati i mirë është sepse, siç u thash, unë jam projektues i parë i linjave tensionit të lartë në Shqipëri. Projektet e linjave tensionit të lartë nuk janë bërë asnjëherë përpara në Shqipëri, s'ka pasur. Në fillim i bënin të huajt dhe një hollësi duhet të thënë patjetër që ta mësoj kushdo nga inxhinierët. Projektimi nuk mësohet në universitet, nuk mësohet në shkollë. Projektimi e them këtë për linjën tensionit të lartë në mënyrë katërcifrisht të vërtet, që projektimi mësohet vetëm nga një tjetër. Do të mësosh nga një që të ashtu. Dhe unë kam patur fatin e mirë se mësova nga një specialist rus. Më fal, zoti Çani, që e para njërë do doja të saksohet diçka me regjinë. Pse është ky zëri im që dëgjohet Jehona? Ju lutem shikojeni pak këtë pse dëgjohet Jehona. Dhe e dyta, ju ishit pianist, domethënë ju merrni leksione piano. Si shkuat ju, si u bët inxhinier? Domethënë këtë pjesën nuk arrita ta kuptoj. Po sikur ja u thash. Jo, se kuptova. Unë isha që i vogël, kisha qef muzikën, edhe shkova në liceu artistik. Kur erdha unë në moshë që duhet veja të studioja për muzikë, nuk doja vetë sepse unë martova. E di, po si u bët inxhinier, u martuat dhe la muzikën, po. Kështu që unë do të hyja në shkollë tjetër. Edhe bëra, kur mbarova maturën, bëra listë për kërkova për inxhinieri, se s'isha të kërkoja tjetër, për muzikë nuk kërkoja dot. Po kur u martuat ju? Ka shpejt u martuat? Sa i vogël ishit kur u martuar? Po, faktikisht 16 vjeç, po juridikisht 18 vjeç, 17,5-18. Ka që i jeni martuar? Po, prandaj, që në matur. Isha në matur kur kanë bërë celebrimin, isha në matur, kisha provet e maturës. O, sa e bukur. Edhe ishte interesante se celebrimi do bëhesh në komitet ekzekutiv. Do me thënë, ju jeni 16 vjeç dhëndër. Po, jo dhëndër, ishtë burë për vete, sepse u largova dhe nga shtëpia, por artista nga shtëpia, si që bënin të rritët atëhershme. Se nuk donë të familja? Dhe shkova celebrimin në komitetin ekzekutiv të rrethit, që të mos ta merrte vesh njeri.
Po për fat ai burri që celebronte mua ishte babai i shokut tim të klasës. Edhe mori vesh klasa që të nesmen. Ishte fillimi i universitetit, unë isha regjistruar në Universitet për Inxhinieri Elektrike dhe një javë nuk shkova në shkollë, e profesor kisha vllajin tim. Vllai tim i thoshte aty, po ku është? I thoni të vinë në shkollë. Po, më falë, se nuk e dua të ndaloj vetëm pak. Zonja që ju keni tani gruaj, jetoni bashkë në Shtetet e Bashkuara, sa vjeçë ishte atëherë? Njësoj sa unë, 4 muaj më vogël. Ishit bashkë, ku njohët ju? Në shkollën e Kuqe ishim zash nxënës të shkollës e Kuqe. Ju ishit të dy nxënës të shkolla e Kuqe? Në shkollën e mesme të Kuqe. Dhe ratën dashuri në shkollën e Kuqe, në vitin? Në vitin? Në vitin 1948, 49, aty. Se në 50 sa u martuam. Tamam. Ajo ishte 17 vjeçë, unë po njësoj ishim të dy. Dhe vendosët të dy të ikrit nga shtëpia dhe të jetonit bashkë? Shiko, ku ika. Këtë nëllë si ikëm nga shtëpia dhe gjo, unë kisha ca miqe, ca shok, që ishim po ndërtoheshin pallatet e Shallvares atëherë. I dini ato pallatet e Shallvares të mëdha? Aty është një kompleks shumë i madh. Ato filluan ndërtimi dhe vazhdojnë një 3-4 vjet. Në atë kohë kisha një dy shok, ata elektricistët kishin një apartament që kishin marrë për veglat e tyre, edhe më dhanë mua apartamentin pa para. Ata vazhdonin, ata pëlsu një tjetër, unë hyra atje. Me gjithë gruan. Hyra atje, ndojtë më tjetë ca muaj, pak muaj, shumë muaj, sepse pasaj nëna erdhi motra ime, motra pa martuar, ishte erdhi motra ime, vëllezër, më morën në shtëpi, sigurisht. Shkon në shtëpi. Vajtët në shtëpinë tuaj, morët dhe gruan tuaj, morët me vete? Në shtëpi, po, patjetër me gjithë fëmijë. A pse kishit bërë dhe fëmijë ndërkohë ju? Po sepse kur lindi vajza ne ikëm nga shtëpia. Nga materniteti gruaja ime erdhi drejt te kjo shtëpia e Shallvares. Pas ka ndodhur gjithë këto gjëra kur ju ishit kaq të vegjël. Aventurat e të rinjve, kupton. Dhe rezistoi marrëdhënia juaj nga shkolla e Kuqe deri në Washington? Rezistoi? Po, rezistoi, rezistoi dhe ishte shumë mirë, pa ajo nuk vazhdoi shkollë të lartë sepse ajo martua me mua, lini fëmijët e mbeti vetëm në shkollë